Të nderuar shikues të Alpo Televizioni, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në qytetin e Gjirokastrës, një problem që po bëhet gjithnjë më shumë i dukshëm është gjendja e amortizuar e makinave të mbledhjes së mbeturinave. Këto mjete, të cilat duhet të garantojnë pastërtinë dhe higjienën urbane, shpesh shfaqin defekte teknike dhe mungesë mirëmbajtjeje, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e këtij shërbimi. Në qytetin e Gjirokastrës, një problem që po bëhet gjithnjë më i dukshëm është gjendja e amortizuar e makinave të mbledhjes së mbeturinave. Këto mjete, të cilat duhet të garantojnë pastërtinë dhe higjienën urbane, shpesh shfaqin defekte teknike dhe mungesë mirëmbajtjeje, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e shërbimit. Banorët e disa lagjeve raportojnë vonesa të shpeshta në grumbullimin e mbeturinave, ndërsa në raste të tjera makinat prishen përgjatë punës duke lënë pas grumbuj plerash në rrugë. Kjo situatë jo vetëm që krijon shqetësime për komunitetin, por rrezikon dhe shëndetin publik, sidomos përgjatë stinës së nxehtë, ku mbeturina dekompozohen më shpejt. Sipas burimeve lokale, një pjesë e mirë e flotës së mjeteve është e vjetër dhe ka kaluar afatin optimal të përdorimit. Kjo situatë ngre nevojën për një strategji afatgjate në menaxhimin e mbeturinave, ku përveç mjeteve, rëndësi të veçantë ka dhe organizimi dhe përgjegjësia institucionale. Vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet një mjedis më i pastër dhe një cilësi më e mirëjetese për banorët. Ndryshojmë natyrën e informacionit. Më 6 janar, përmbytjet që goditën qytetin e Gjirokastrës shkaktuan dëme të mëdha në banesa, biznese dhe infrastrukturë. Uji vërshoi në disa zona të qytetit, duke përmbytur shtëpi dhe duke lënë pas një situatë të rënduar për 10 familje. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar muaj nga kjo ngjarje, banorët e prekur ende nuk kanë marrë asnjë dëmshpërblim për humbjet e pësuara. Më 6 janar, përmbytjet që goditën qytetin Gjirokastrës shkaktuan dëme të konsiderueshme në banesa, biznese dhe infrastrukturë. Uji vërshoi në disa zona të qytetit duke përmbytur shtëpi dhe duke lënë pas një situatë të rënduar për 10 familje. Edhe pse ka kaluar muaj nga kjo ngjarje, banorët thonë se ende nuk kanë marrë asnjë dëmshpërblim për humbjet e pësuara. Shumë prej tyre tregojnë se kanë bërë aplikime dhe kanë ndjekur procedurat përkatëse, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje konkrete nga institucionet përgjegjëse. Sipas banorëve, dëmat kanë qenë të mëdha, duke përfshirë mobilje të shkatëruara, pajisje shtëpiake jashtë funksionit dhe dëmtime në strukturën e banesave. Në mungesë të ndihmës financiare, shumë familje janë detyruar të përballojnë vetë kostot e riparimeve, ndërsa të tjerë vijojnë të jetojnë në kushte të vështira. Autoritetet vendore kanë deklaruar më herët se procesi verifikimit të dëmeve është në vijim dhe se do të ndiqen procedura përkatëse për kompensimin e qytetarëve. Megjithatë, vonesa në këtë proces kanë shtuar pakënaqësitë dhe shqetësimin mes banorëve të prekur. Situata mbetet ende e pazgjidhur për shumë familje, të cilët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe transparencë nga institucionet. Për ta, dëmshpërblimi nuk është vetëm një çështje financiare, por një nevojë emergjente për rikthimin në normalitet pas një fatkeqësie që la gjurmë të tella në jetët e tyre. Policia e Gjirokastrës në bashkëpunim me atë të Sarandës kanë finalizuar operacionin e koduar The End, ku është arrestuar në flagrancë një 26 vjeçar. Një person i cili kishte mashtruar mbi 35 biznese dhe subjekte tregtare, duke u prezantuar si punonjës i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit apo tatim taksave të tjerë, duke përfituar shuma parash nga qytetarët që varionin nga 200 deri në 600 euro. Finalizohet si rezultati një hetimi një mujor, operacioni i koduar The End. Goditet një rast i mashtrimit dhe i përvetësimit të detyrës shtetërore. Operacioni u finalizua nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër. Kishte mashtruar mbi 35 biznese dhe subjekte tregtare në qytete të ndryshme, duke u prezantuar si punonjës i IKMT-s, AKU-s, tatim taksave e të tjerë. Arrestohet 26 vjeçari. Ky i fundit u kap në flagrancë duke marrë një shumë prej 56.000 lekësh të reja nga një shtetas në qytetin e Sarandës. Nga veprimet e tij, ai përfitonte shuma që varionin nga 200 deri në 600 euro për çdo rast. Si rezultat e një hetimi të kryer me metoda proaktive në koordinim me prokurorinë e Gjirokastrës për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të një shtetasi, i cili i mashtronte bizneset dhe subjekte tregtare, duke u paraqitur si punonjës i IKMT-s, AKU-s, tatim taksave e të tjerë, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike
ekonomiko-financiare në bashkëpunim me sektorin operacional të DVP Gjirokastër dhe me Komisariatin e Policisë Sarandë finalizuan operacionin e koduar The End. Gjatë këtij operacioni u kap në flagrancë në qytetin e Sarandës duke marrë nëpërmjet mashtrimit një shumë prej 56.000 lekë të reja nga një shtetas dhe u vënë në pranga shtetasi LM 26 vjeç banues në Sarandë. Nga hetimet e kryera është dokumentuar se shtetasi LM ka mashtruar me qëllim për vetësimin e shumave të parave 35 biznese dhe subjekte tregtare në qytete të ndryshme si në Gjirokastër, Tepelen, Përmet, Vlorë, Himar, Orikum, Fier, Berate e të tjerë, kur për çdo rast përfitonte shuma nga 200 deri në 600 euro, ndërsa vion hetimi me qëllim dokumentimi ligjor të kësaj veprimtarie. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme. Besëvërd Lamallari ka paralajmëruar masatash pra ndaj drejtuesve të mjeteve që kryejnë paraqëllime të rrezikshme dhe shkelje të rënda të rregullave të qarkullimit rrugor. Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, ministri ka theksuar se policia e shtetit nuk do të tolerojë sjellje të tilla, duke shtuar se shkelësit do të përballen me dëshkime apo legjislacion në fuqi. Lamallari informizoi se përveç patrullave në teren, policia po përdor gjithnjë më shumë teknologjinë për monitorimin e rrugëve, duke bërë të mundur identifikimin e koreale të shkeljeve. Ai paralajmëroi drejtuesit e mjeteve se nuk mund t'i shmangen kontrolli, duke theksuar se çdo veprim i rrezikshëm në timon mund të ketë pasoja serioze për jetën dhe sigurinë e qytetarëve dhe si i tillë do të ndëshkohet. Kuvendi i Shqipërisë ka bërë publike të premten analizën e zbatimit të buxhetit të institucionit për vitin 2025, ku përfitimet financiare që burojnë nga statusi i deputetit shkojnë në 200 milion lek, ose 44.2% e totalit të shpenzimeve operative të institucionit. Këtu bëhet fjalë për rimbursime për shpenzime telefonike, karburanti, dieta brenda vendit apo honorare për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare, qera banimi për deputetët e të tjerë, duke qenë kështu shuma të papërfillshme për këta të fundit. Kuvendi i Shqipërisë bëri publike të premten analizën e zbatimit të buxhetit të institucionit për vitin 2025, ku përfitimet financiare që burojnë nga statusi i deputetit shkojnë në 200 milion lekë ose 44.2% e totalit të shpenzimeve operative të institucionit. Bëhet fjalë për rimbursime për shpenzime telefonike, karburanti, dieta brenda vendit, honorare për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe mbulimin e qerasë së banimit për deputetët që nuk jetojnë në Tiranë. Këto shpenzime konsiderohen si përfitime financiare shtesë mbi pagën për deputetët dhe janë të sankcionuara në statusin e deputetit. Ndërkohë, shpenzimet për udhëtime jashtë shtetit, bileta, dieta dhe akomodim i kanë kushtuar buxhetit të shtetit 60 milion lekë për vitin 2025, shumë që kuvendi e emërton si në grup të konsiderueshëm në zërin e shpenzimeve operative. Buxheti i kuvendit ndahet në 2 programe buxhetore: programin veprimtarisë legjislative, diplomacisë dhe kontrollit parlamentar dhe programin mbështetës, planifikimi, menaxhimi dhe administrimi. Sipas analizës së kuvendit, buxheti i programit legjislativ zopeshon specifike më të madhe, ku përfshin shpenzimet për paga e kontributet të deputetëve dhe stafit politik, përfitimet financiare të deputetëve që burojnë nga statusi i deputetit, shpenzime në fakt të cilat janë të papërfillshme. Në zërin e shpenzimeve operative janë shpenzuar dhe 11 milion lek pagesa për honorare ndaj ekspertëve të jashtëm në komisione hetimore apo të posaçme, 16 milion lek për pagesa për ekzekutim të vendimeve gjyqësore, mirëmbajtje të sistemeve elektronike dhe pajisjeve të zyrave, 49 milion lek, si edhe për mirëmbajtje të zyrave 14 milion lek. 28 milion lek të tjera janë shpenzuar për faturat e ujit dhe të dritave, shpenzime transporti dhe mbledhje kancelarie. Kuvendi përgjatë vitit që shkoi ka realizuar edhe disa investime në teknologji informacioni, mes të cilave 30 milion lek për transkriptimin e të dhënave audio. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh këtu në Alpo Televizion. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.